Ja ku po takohemi sërish së bashku miqtë e mi për të ndarë lajmet më të fundit, dinamizrat më të fundit dhe lufta e madhe që në fakt po bëhet në rrjetet sociale me artistët shqiptar. Edhe pse Big Brother i ka përfunduar, mlefi dhe urrejtja i inat i madh nga fansat për Xhenetën vazhdon të jetë akoma aktiv. Në fakt askush nuk e di, po të pyesësh në detaje pse e ke inat Xhenetën nuk ka një shpjegim. Do me thënë, ndoshta është ajo ignoranca që Xheneta përdorte, lufta që këto po i lëndon edhe po i bën që të jenë shumë të egër në për komente në rrjetet sociale. Unë këtë gjë mund ta vërtetoj sepse unë vetë merrem me këtë punë dhe e di shumë bukur egërsinë, agresionin që ndodhen në rrjetet sociale nëse një personazh nuk të do dhe nuk të respekton. Xheneta Fetau kohët e fundit vazhdon të lufton shumë me komente të këtilla, me ofendime nga fansat, me urrejtje të madhe nga fansat dhe pikërisht ditën e djeshme Xheneta është grindur me komente me një fansin e saj i cili ka shkruar në Instagram. Xheneta nuk është se përdorin Instagramin për, domethënë, në kuptimin që të mos kthen mesazhe, të mos shkruan mesazhe, ajo gjithmonë kthen mesazhe, gjithmonë është aktive, gjithmonë është pjesë e Instagramit të saj, domethënë gjithmonë është në pjesën e privatësisë. Instagramin e ka privatësi Xheneta, nuk është se menaxhohet nga dikush tjetër, dhe ditën e djeshme ajo është grindur me një fansin e saj për disa followers, sepse fansat mendojnë që Xheneta i ka followersat e bler. Në një epokë ku çdo klikim, ndjekës apo like mund të blihet me para, rrallëherë ndodh që një personazh publik të reagojë kaq prerë dhe pa filtra ndaj akuzave të ndjekësve apo ndaj akuzave të blerjes së followersave. Por modelja dhe influencerja Xheneta Fetahu zgjodhi pikërisht këtë rrugë, të vërtetën e drejt për drejt dhe krenarin për atë që ka ndërtuar vetë. Gjithçka nisi me një koment, në dukje i thjesht por thellësisht provokues. Sa ndjekës i ke bler? Një pyetje që për shumë persona publik është bërë tashmë pjesë e përditshmërisë së rrjeteve sociale. Por ndryshe nga të tjerët që mund të zgjedhin heshtjen ose ta shmangin, Xheneta u përgjigj me një deklaratë që tingëllon si sfidë dhe si betim në të njëjtën kohë. Nëse e gjen vetëm një, thot Xheneta, që e kam bler, kam me ta fal krejt Instagramin tim. Do me thënë, ja ku e keni fotografinë, e keni dëshmi në fakt të një rastit që ka ndodhur dhe kthimin e komentit të Xhenetës, e cila i çon edhe një smile apo një emoji me zemër në sy. Kjo frazë u bë menjëherë virale dhe për shumë nga ndjekësit e saj, jo vetëm që përforcoi imazhin e saj si një vajzë e vërtet, por i dha edhe një mesazh më të madh audiencës. Autenticiteti është ende i vlefshëm, kur fama ndërtohet dhe jo të blihet. Në një mjedis ku ndjekësit e rem, komentet e programuara dhe algoritmet e manipuluara janë kthyer në normë për shumë influencer, Xheneta Fetau përfaqëson një tjetër lloj figure publike, atë që nuk ka frikë të mbrojë realitetin, që ka ndërtuar pa filtra dhe pa justifikime. Nuk është hera e parë që Xheneta përballet me kritika të tipit të këtill në rrjetet sociale. Ajo është një nga ato personazhe që tërheqin vëmendje jo vetëm për pamjen apo për stilin, por edhe për mënyrën e të shprehurit, për qasjen e saj direkte dhe të patolerueshme ndaj hipokrizisë virtuale. Ajo nuk shfaqet vetëm për të marrë pëlqime, ajo shfaqet për të qenë e dukshme, siç është pas forcime dhe pa filtra. Okej, kemi disa personazhe publik të cilët në fakt i kthejnë komentet, bisedojnë me ndjekësit, për shembull dhe kryeministri i Shqipërisë Zoti Rama e bënte këtë fenomenin shpesh herë që grindeshte në komente me ndjekësit, por gjithsesi, domethënë, më pëlqen vërtetësia e Xhenetës që nuk i trëmbet asnjë lloj komentit dhe është në gjendje që të përballet me çdo komentues i cili komenton ndjekësit e saj. Në një hedhje të syve, le ta themi në Instagramin e Xhenetës, mua nuk më duke që Xheneta investon në blerjen e lajkave, blerjen e followersave apo një gjë të tillë, sepse është Xheneta e cila ka një lloj ndjekje shumë të madhe dhe publiku është shumë kureshtar të di se çfarë poston Gjesti, Xheneta dhe Egli. Të paktën
ky është top 3-shi ku publiku janë më së shumti i pozicionuar. Për te i rjetëve sociale, Xheneta po ndërton ngadalë por me vendosmëri një karierë në aktrim. Ajo ka nisur xhirimet e një seriali të ri, duke dëshmuar se nuk është thjesht një fytyrë e bukur për reklama apo postime me estetik të lartë, por një vajzë që kërkon të sfidoj vetveten dhe të eksploroj dimensione të reja të artit dhe performancës. Duke qenë në këtë rrugtim të ri, është e qartë se imazhi i saj publik është një përzierje mes strategjisë dhe origjinalitetit, dhe kur ajo bën një deklaratë të fuqishme si ajo për ndjekësit, nuk po e mbron vetëm me një profil Instagrami, por mbron kredibilitetin e gjithë asaj që ajo përfaqëson. Në fund të ditës, çështja e ndjekësve të blerë nuk është thjesht statistik, është çështje e besimit dhe Xheneta, me deklaratën e saj të prerë, ka vendosur një vindarse: ose i beson asaj që e sheh, ose ke guxim ta sfidosh dhe të rrezikosh të humbasësh gjithçka nëse ajo ka të drejtë. Në një botë virtuale ku gjithçka duket e përkohshme, vërtetësia e Xhenetës është pikërisht ajo që e bën këtë të qëndrueshme. Domethënë, Xheneta Fetau është ajo Xheneta që ne kemi njohur, Xheneta luftarake, Xheneta bindse dhe Xheneta që me çdo këmbëngulje dëshiron të vërteton vërtetësinë e saj dhe nuk toleron askush që të luan me vërtetësinë e saj apo të shpifën diçka kundërdrejt imazhit të Xhenetës, njeriut të Xhenetës dhe vlerës të Xhenetës. Xheneta, le të themi, është personazhi vetëm që kohën e fundit po goditet pafund nga fansat dhe arsyeja, siç e thash në fillim, po të ulemi ta mendojmë apo ta logjikojmë apo ta studiojmë, është e pakuptueshme. Është një arsye, një mlev që nisi që në kohën kur Xheneta krijoi një lidhje dhe u shpreh ashpër kundërdrejt gjestit në marrëdhënien që ato të dy kanë patur. Por Xheneta Fetau tashmë vazhdon me shumë intensitet punën e saj, edhe pse temperaturat janë shumë të larta në Ballkan, domethënë kanë kapur deri në 40 gradë Celsius, Xhenetën nuk e ndalon dot gjë për të ndjekur ëndrrën dhe për të sfiduar veten edhe në profesione të tjera, siç në këtë rast është profesioni i aktrimit. Unë kam thënë disa herë në këndin e komentimeve apo të opinioneve që unë kam dhënë dhe ja për rreth artistëve shqiptar, e kam thënë gjithmonë që Xheneta duhet pozicionohet në një drejtim ku ne të komentojmë karrierën, artin edhe jetën e saj. Kjo është Xheneta Fetau, e vërtet bombastike dhe gjithmonë për të vërtetuar shpifjet që fliten për të.